Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirësevgje. Ja ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Libri përzgjedhur për sot është Dietari dhe Zullumqari i autorit Jusuf Kardavi. Ky libër është përkthyer në gjuhën shqipe nga Ymer Musa dhe është botuar nga Bashkimi Avdiu në shtëpinë botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Autori është shprehur se është inspiruar nga periudha e tabinëve që ishte e pasur me figura heronjsh dhe qëndrime të shkëlqyera krahas diktatorëve dhe dhunës së tyre me të cilën e tmerruan këtë periudhë. Ai dëshiron që kjo dramë të jetë shembull për muslimanët e sotëm, anekant vatanit islam. Mesazhi që ky autor ka përcjellur pra është se ne duhet të jemi plot trimëri, dije, qëndrueshmëri e besim për të bërë ballë jetës. Përmbajtja e këtij libri është e ndarë përkatësisht në 3 pjesë kryesore. Autori gjithashtu ka treguar vuajtjet e tij gjatë periudhës që ka qenë i burgosur nga ku nisi dhe shkrimi i këtij libri. Mënyra se si u rrëmbyen vetëm sepse thirrnin Islamin e vërtet. Pra një histori mjaft interesante për t'u lexuar dhe unë juftoj ta bëni tuajin në faqen tonë islamshop.ch. Në vijim do doja t'ju lexoja diçka të shkëputur nga ky libër për të kuptuar më shumë rreth tij. Ka herë më pa tërhequr drama si gjini letrare, kështu që derisa isha nxënës i vitit të parë në gjimnaz, pata përpiluar një dramë poetike me titull Jusufi i drejtë. Me këtë rast ngjarjen e Seidit me Haxhaxhin e pash të përshtatshme që ta shkruaj si dramë. Kjo dramë do të arrinte qëllimin dhe do të kryente misionin e vet, posaçërisht kur ne i luftonim diktatorët që ishin më të rrezikshëm se Haxhaxhi. Dramën e shkruajt dhe ajo ekzekutuan nga të burgosurit në burgun e kodrave të Turrit. Por më vonë, ky tekst humbi. Dhe ja sot, historia e njëjtë po përsëritet, kurse tiranët vazhdimisht po shtohen. Dhuna dhe presioni ndaj muslimanëve dita ditës po rritet. Dënimet po bëhen gjithnjë më të ashpra, kurse masat e represionit më të egra dhe tmerruese. Muslimanët e sotëm po i përjetojnë torturat me metodat më të fllihura nga zullumqarët, bashkohor, të cilët me metodat e tyre të ushtrimit të dhunës janë më të rrezikshëm se Haxhaxhi ndaj Seidit. Kështu të nderuar teleshikues, kemi mbërritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do takohemi në emisionet e radhës për të diskutuar për të tjera libra. Libri Dietari dhe Zullumqari i autorit Jusuf Kardavi mund ta bëni tuaj në faqen tonë online islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.